Sa që tha Peka pak më parë, pse nuk I plotëson për shumë Ervin Saliani kriteret? Unë them që I plotëson, por këtu I plotëson dhe I te I kalon ato kriteret. Sigurisht që në udhëzimin që është nxjerrë nga Partia Demokratike është një klauzol aty që nuk duhet jetë I dënuar. E përjashton zotin Saliani. Në formë është dënuar në formë prerë zotin Saliani. Nëse di. Dhe janë ndaluar funksionerët publike për 5 vjet. Po prapë një parti që thotë që është I dënuar politik nuk mund ta njohë atë si burgosur politik pikërisht. Ajo gjë është futur dhe sigurisht ne duhet kuptojmë pse ka ndodhur kjo gjë. E vetmja shpjegim që unë gjej tek qëndrimi drakonian I Partisë Demokratike. Drakoniane Po, është patjetër drakonian, është I sforcuar. E kupton aq për zotin Saliani, pra sepse duhet Partia Demokratike duhet shpjegojë demokratëve çfarë ndodhi me Salianin nga. Jo, a qëndrojnë këto akuzat, jo Gysa Gasi, bandat, Suelçela e tjera. Qëndrimi drakonian që duhet shpjegojë Partia Demokratike është dhe kjo. Fakti, pakurturisht që I lidhur me Gysa Gasin do të japësh një provë, një fakt. Që nëse kanë bën mirë ta nxjerrin, Partia Demokratike si I bën mirë kjo. Tani pyetja është pse Partia Demokratike mban këtë qëndrim. Ne gjithë tu pajtohemi që Sali Berisha nuk ka frikë nga Ervin Saliani. Por ajo që kam kuptuar këto ditë ose këto kohë nga artikulimi I zotit Berisha, ka qenë që ka një tentativë, thotë zoti Berisha, për ta marrë Partinë Demokratike dhe për ta futur sërish në ato kalendat që u kaluan nga viti 2021 deri në vitin 2025. Pra vula jo vula, çështja ku çështja fati Partisë Demokratike trajtohej në gjykat. Dhe zoti Berisha ose Partia Demokratike në drejtim zotit Berisha, për shkak të kontrastit dhe konflikt që mund të ketë me zotin Saliani, të cilën nuk e di, besoj Asavja nuk është se nuk e di, po duket që ka një thyrje të madhe përderisa u kalua nga dashuria që I kishte nga po themi nga marsi kur shkoi Berisha në burg vjet në Fiere deri në tetor kur ndodhi plasja e madhe. Tek fakti që Partia Demokratike mos është thyrje nga që I doli kundër në një farë mënyrë, artikuloi disa teza që mbase si pëlqejnë. Kur dilet kundër, ka ndodhur gjë më para. Ose dolin kohën kur I shpërtheu skandali kësaj. Kjo është një qëndrim I Partisë Demokratike. Belinda Ballukut. Ju po thoni që Saliani po bën lojën e Belindës. Jo, ka dyshim për të thënë që ka instrumentalizim të lëvizjes për qëllime të caktuara. Se timen po e bën. Shiko Erlan, në politik nuk ka rastësi. Çfarë quan ti jo rastësi? Çfarë ka bërë tjetër Saliani që kjo është një rastësi tjetër? Dihet që atëherë dihet që zgjedhjet për në kryes, zgjedhjet në Partinë Demokratike do ishin në periudhën maj-qershor. Dakord? Po. Dhe Saliani kishte mundësi të punonte siç ka punuar gjithmonë me bazën duke ecur, duke lëvizur, duke bërë. Dakor, ndoshta Saliani ka pritur se s'dua ta bëj vetëm unë debatin, ndoshta ka pritur pas daljes nga burgu të marrë një post ose ka qenë lufta fillimisht për një post në parti, siç bëjnë shumë. Ka dhe informacione që u premtua dhe pastaj në moment caktuar u pendua për këtë gjë, po pen spekulime apo jo? Nuk u pa marrë ke pjesën e dukshme, nuk jem duke hyrë tek këtë se ka dhe gjëra të tjera, por nuk duhet të futem ke ajo. Politikisht dalja një lëvizje që pastaj përdor edhe mediat e qeverisë për ta fryrë këtë konfliktin e brendshëm. Në momentin që nuk mungojnë momentin më delikat të qeverisë, që ishte rasti I Belinda Ballukut, politikisht nuk ishte momenti I duhur për këtë zotërin. A kishte gjëra që thoshte ky që ishin sakta për sa I përket Partisë Demokratike? Po, ishin gjëra. Por mu personalisht si Avenir, pa e di se çfarë ka bërë, s'po merrem fare me atë backgroundin. Politikisht, kur e kam parë në atë moment, kam thënë, ky mund të priste edhe 2-3 muaj, sepse ka kohë derisa të vjeti. Pse pikrisht ato ditë? Sa ja doli Saliani ta eklipsoi çështjen e Ballukut. Ja ta zëm se është kështu. Ai ka bërë një ndërhyrje të gabuar në një moment gabuar. Dhe për këtë duhet përjashtuar nga partia? Jo. Po ka një apo më fal, duhet vetë përjashtohet nga partia. Quhet vetë përjashtuar. Fal, a mund ta mbyll atë që po thonë? Po, që t'ja fjalën Litës se Arlindin e lash për në fund. Atë unë mendoj që kjo lëvizje drakoniane e Partisë Demokratike fshe një shqetësim tjetër, të cilin besoj Partia Demokratike duhet ta sqarojë në vazhdim, që ka të bëjë me faktin që pengimi ose filtrimi kaq I fortë që u bë këtyre kandidaturave, që duket që nuk kanë lidhje me atë që me sfidën reale brenda partisë, po kanë lidhje me një qëllim tjetër, I cili është artikuluar dhe njëra nga kandidatët me qira fjala, që unë do ta çoj Partinë Demokratike në gjykat dhe do interpretoj nenin e famshëm Basha. Këtu Partia Demokratike, nga informacioni që kam unë, ka frikën e futjes ose rikthimit sërish në ato reperkusione që Partia Demokratike kaloi përmes gjykatave dhe pikpyetjes me vulën për gati 3 vite. Prandaj dhe I ka përjashtuar. Dhe prandaj u mor kjo mas drakoniane për shkak të informacioneve që ka patur për përdorimin e kësaj artifice, e cila mund ta riçojë edhe një herë Partinë Demokratike në ato kalende në dyert e gjykatave. Si e ndalon gjykatën kjo? Tani, se sa qëndron kjo frikë? Jo, si e ndalon ka të drejtë Manjani, si e ndalon gjykatën? Në djenin time,
kjo është një nga shqetësimet kryesore që Ja ta zëmë se është kjo metodë drakoniane për Kjo kandidimin. metodë drakoniane, ja ta zëmë se është Atëherë, kështu. metodë drakoniane është nëse këto futen në garë, atëherë ligjërisht u lind e drejta si palë në konflikt. Jo, duke qenë antar të partisë ndoshta, duke mos qenë më antar të partisë. S'ka lidhje me Ankesën e ka bërë si antare e komisionit, një komisioni që është atje, nuk e ka bërë si kandidat. Momentin që ata zyrtarizohen si kandidatura, çfarëdo që ndodhet në procesin, ata kanë vetëm një qëllim, të merren me Nenin Basha, ta kërkojnë interpretimin e saj në gjykatë. Po pra, dhe ta Dhe kjo mas drakoniane e Partisë Demokratike mundohet të heqë këtë mundësi këtyre që e kërkojnë thjesht fusin firmën aty, pastaj fillojnë garë dhe ta fusin Partinë Demokratike në kalenda. Kjo është një nga arsyet që unë di pse është marrë kjo mas, ta thashë edhe herë që jo shumë demokratike, jo shumë estetike, por që me sa duket Partia Demokratike konsiderohet e nevojshme. Jo, dakor, po nuk e kanë menduar mirë se prapë po tjetë puna në gjykatë, nuk është, për mua nuk është kërcet shumë. Mund ta bëjnë, po duke mos qenë më antar partie, ndoshta nuk u legjitimohet Nuk e legjitimohen kërkesa pra. Jo antar partie. Duke mos qenë kandidat, mos e kur je kandidat ngar, je legjitimor si palë për të ngritur pretendimet në gjykatë. Jo gjykatën e partisë, kuptohet, në gjykatën e qeverisë. Mirë, Lita. Ja, është gjykata tash. Këtë po them pra. Me këtë që Po gjykata e qeverisë e tregoi që e mbajti 4 vite peng Partinë Demokratike. Ja ta dëgjoj Litën që e njeh mirë. Partia Demokratike me aq sa mundet, edhe duke shkelur mbi çik mbi parimet, po mundohet mos shkoj prapë ke i muhabeti. Dhe nëse është kështu, s'ka krejt faj. Po shikoj atë do shkojë ai muhabeti se do regjistrohet zgjedhja. Nuk regjistrohen dot ato. Ata nuk regjistrohen si palë. Jo, zgjedhja e Sali Berishës do shkojë të regjistrohet gjykatë, që ta dish. Ka, po kush do kontestoj ti? Sali, po kjo gjykata e qeverisë pra. E pa të skeçe e bën. Jo, më qenë fjalë, akord. Ora ata mund të shkojnë gjykata e qeverisë sot. I po të ketë një mini artific shkon dhe i vën kyçin PD-s. Si çavuri 3 vjet. Gjykata është kot. Po PD ka mësuar 5 gjëra dhe po mundohet mos ta lejojë të ndodhi prapë. Pra sa ka dorë. Pastaj nëse sultani pa diskutim që i merr i vendime dhe në fazë parti. Gjykata se ka kot, nuk ka zgjidhur gjë. Këtë po përpiqem të them. Lita, për ta dëgjoj pak Litën. Qëllimi ka qenë ky ndoshta. Sot po dëgjojmë shumë gjëra çuditshme. Në fakt kemi një javë që dëgjojmë gjëra. Kush është gjëja e çuditshme që dëgjove sot?